çka thot ti për një njeri i cili mundet me u falë në kam, mirë po falet ullur në karrik ose ullur në tokë krejt, ama mundet me u falë në kam. Këtina i thojna, ka thonë Muhamedi alayhi salam, me u falë në kam. E në qofë se s'monësh, atëherë ullën, ama mundesh në kam. A pajtoheni me mu? Krejt pajtoheni me mu. Krejt musliman pajtohen me mu në qëta. Masi u pajtoheve me këta tash nga. Po tham diçka që e di që na shqiptarë se këna ni, po nuk po kam qare për e thonë. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, mos preni kurban, përveç një kurban i cili ka plotsu vjet, delet edhe dhit, 1 vjet, lopa 2 vjet, devja 5 vjet. Delet edhe dhit sa 1 vjet. Dhia edhe qapi krejt janë pajtime që kjo do të mi pas 1 vjet. Lopa krejt janë pajtime që do të mi pas 2 vjet. Të dhet edhe dhit thojnë për mi 6 muj ban. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, mos preni veç një që i ka plotsu vjet, e në qofë se ju vështërsohet, atër prene qingjën, do më për mi 6 muj, në qofë se ju vështërsohet. Qysh vështërsohet? Nuk gjan, ose nuk ki mundësi me pagu, e gjan, po s'ki mundësi me pagu, të vështërsohet. Ama te, heq mos me vetë, veç më falë ullën, jo. A je interesu, heq a je marrë me këtë punë me vetë sa vjeti ka kurbani. A se interesu heq. Heq që s'ka interesu. Ka thonë Rasulullah alayhi mos preni, veç një që i ka plotsu vjetë. Të dham të njojnë atë që kanë provoj. E në qofë se ju vështërsuat, pa. Në qofë se ju vështërsuat, pa. Po ty ato ka vështërsu, apo si interesu heq. Kështu që këshilla janë për fona, musliman nuk po du me folë kështu për ty, po kujdesu musliman, ai qengjë, hala nuk është rrit që ti me ba kurban. Ban me ba kurban, qofë se të vështërsohet, ama ty hista ka një me vetë, edhe për pret, qengjën pa interesu heq, ose ty si tregtar, hista ka interesu as me këshyrë veç, do këtë shite, jo vlam, kalzoj, kë nuk i ka hala një vjetë, a do në me bleja ja, kalzoj ti si tregtar, ti i cili ben interesau, lyp, e në qofë se së nxan, po lyp bile spako lyp ni, e në qofë se në me të vërtet së nxani, atër pa, prejne, duhet me vet, me lyp, e së nxan, si kur shambulli që e morën fillim, falun kam, s'monesh ullën, ama të heq, pa lëhodh, jo, ka thonë Rasulullah alayhi mos prejni, vetëm se një që i ka plotsu vetë, ka plotsu vjetin, preje. E në qofë se është të sot atëre, e pret qingjin. E lusëm Allahën azu gjemë në lecu. E ti jo musliman që si u pilqen kjo musliman me ngu, se si në mësuna me ngu kësi gjanash. Veç preje, kurban, bile, a ban me të dhanë që të pëtjeve 200 euro, 300 euro, e së fëmirë në matë punë, hejtë se ngua argumentin. Se ka thonë Allahu, ban, se ka thonë Allahu azu gjelë, devoqëmëria më rinë të Allahu, jo mishi, jo gjako. Këna kuptu në për ajete që devoqëmëria më rinë, do më thonë tja për pare devoqëmërinë e kam, as kam nevoj me pa gjakin, as kam nevoj me pa i bretës, devoqëmëria është kënë të Allahu azugjel. Prej në kurbanin vetë, musliman. Po s'ki mundësi, po bre vla, s'ki mundësi, ban ata, ban me i dhonë paret, jep, atina ta pret kurban. Po prej e vetë kur ki mundësi, musliman. Bile s'paku i atë, jo, devoqëmëria nuk më rinë gjaku, nuk më rinë, ajeti është i vërtet, po nuk komentohet kështu ajeti që shki qefti të nërejsh kravatën, devoqëmëria më rinë tek Allahu azugjel. Nuk kam nevoj për mishin e për këto. Jo, musliman, nuk është din këtë, din është e pret kurban vetë, e sheq ka është me prej kurban për Allahun azugjel. Edhe dhimet kurbanin që e pret, dhimet shumë, ama ban kurban për Allahun azugjel. Shumë dhimet, shumë vjen në të kuptimin gjina, po ban kurban për Allahun azugjel. Dhimet, lodhesh, këta e është sakrificje ban për Allahun azugjel. Lusëm Allahun azugjel me kone qartë, kjo që thashë më banë Allah dhe musliman për këto fjallëmi, po e di, jom dalë në pazar me ble dhe kom pa që kush hesab s'ta ban këtë punë. Bile asë që lodhen për këtë punë, bile mërziju vjen me ju kazu këtyne tregtarëve ju vjen mërzi, po edhe këtyne që blejnë ju vjen mërzi me ju kazu, se ja prish ato tripat e veta që i kam su që zdi sa. Lusëm Allahun azugjel me në letësu. Për fona dhe për thamë, mënau, së në gjanë pa,
s'po ku munohu musliman, munohu me plotësu me ka një vjet. Kur bëhen një vjet me pas një vjet qingji, delja, dhia, me pas një vjet. Të dhia ashtu kështu, ke thënë me pas një vjet. Po të delet s'munohen e që si ti ka mishin pak i përngjan nanës vet, nuk ka gale. Munohu s'po ku me gjetë një vjet, ngo vllon tan.